Përshëndetje nga sofra shqiptare, pasi sot është dita e flamurit, kam sjell një torte pak më unike, më të veçantë për këtë ditë. Kam sjell recetën e tortës me fondant, cilën e kam bërë në formë të flamurit. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e kësaj torte festive. Në fillim mori një tenxhere lloj që nuk gjet dhe shtojmë qumshtin. Në fillim e përgatisim kremin. Qumsh gjithsej shtojna 1 litër e 300 ml. Shtojmë 2 paketime me puding kokosi. Paketimi është 40 gramësh. Merë një shije si të tortës e Raffaello. Ju mund të bëni me çfarë do lloj shijesh. Po kjo shije është shumë unike. Shtojna 10 lugë gjelle me sheqer. E përzim masën mirë dhe e zi derisa ajo fillon të trashet, të vlojë. Përzirja duhet të bëhet vazhdimisht. Në temperaturë mesatare nuk gëzon që të bëhet në temperaturë të lartë. Masa ka fillu që të vlojë, është trashur mjaftshëm, tash e largojna nga zjarri. Pasi e kam largu masën nga zjarri, ja shtoj 100 gram me çokoladë të bardhë, çokoladë për gatim, 120 gram me gjalp dhe 100 gram me kokos. Dhe masën e përzim mirë, derisa gjalpi dhe çokolada të shkrihen plotësisht. Patjetër duhet të bëhet gjatë kohës kur pudingu është valë i nxehtë. Kam përzierë masën mjaftshëm, është trashur në sasinë e duhur, është shkrirë dhe çokolada dhe gjalpi. Tash është gati që t'ja hedhim pejtave të pandishpanjes. Tash morim 700 gram me pejta të gatshme të pandishpanjes siç janë, ose mund ta përgatitni pandishpanjen vetë, mirë po kështu të gatshme janë shumë me një çmim të lirë, do ju del të tortë shumë ekonomike. Morim një dras dhe në të vendosim kallëpin në formë katrore dhe vendosim njërën nga pejtat e pandishpanjes. Unë kam 3 pejta të gatshme dhe e bëj kallëpin në masinë e pejtas. Pejtat e gatshme të pandishpanjes do ja japin tortës taman formën e një flamurit dhe sipër pandishpanjes shtojmë qumsht që të zbutet, spërkasim. Derisa kremi është i nxehtë, duhet që të bëhet radhitja e pejtave të pandishpanjes. Siç e vëreni e merr shumë shpejt pandishpanja qumshtin dhe të munduhem që sa më shumë kallupin ta përputhi për pejtat e pandishpanjes. Marr nga kremi formuar. Siç e vëreni qumshtin me një herë merr. Shtojmë kështu 3-4 lugë ose më shumë, varet se sa ka nevojë. E përhapim. Marr një lugë apo një shpakull kuzhine dhe kremin e përhapi mbi sipërfaqe. Nduhem gjithë sipërfaqen e pandishpanjes ta përhapi kremin dhe e lëm që kremi të ftohet dikon për 7 deri 10 minuta. Kam lënë që të ftohet kremi dikon rreth 10 minutave. Tash vendosim pandishpanjen apo pejtën e dytë. Përsëri e zbusim me qumsht.
Mundohem që qumshtin ta përhapi mirë, gjithsesi përfaqen, që pandishpanja të zbutet nga gjithë anët. E merr me një herë, përsëri hedhem nga kremi. Kam hedhur gjysmën e kremit tek pandishpanja e parë, tash gjysmën tjetër e hedhur tek pandishpanja e dytë. Përhapim, kështu, mbi gjithë sipërfaqen e pandishpanjës së dytë. Mundohem që ta përhapi mirë, dhe tash përsëri e lëm që të ftohet për 10 minuta tjera. Pas 10 minutave, ja vendosim petën e tretë të pandishpanjës. Tamam, ka marrë formën e një flamuri. Të mundohem që vazhdimisht t'i përputh kallëpin për petat e pandishpanjës dhe petën e fundit përsëri e zbusim me qumsh. Mundohem vetëm se qumshtin ta përhapi mirë. Kam përhapur qumshtin mirë dhe tash tortën e vendosi në frigorifer dhe lëm të qëndrojë për gjithë natën. Pasi torta ka qëndru në frigorifer për një natë, ja largojna tash kallëpin. Ka marrë formën e një drejtkançi. Ka dalë shumë mirë. Tash marrim Nutella, cila ka qëndru në ambient dhome, dhe bëjmë lyrjen e tortës nga gjithë anët. Nutella patjetër duhet të qëndrojë në ambient dhome për 3-4 orë. E lyj mirë tortën nga gjithë anët. Kam lyj tortën nga gjithë anët me Nutellë, e imja nuk ka qenë aq shumë e lëngshme, për atë arsye ka ngel kështu torta. Sa më lëngshme të jetë, qaq më lehtë e keni të veproni me shpatullën, ta bëni të rrash në sipërfaqen e tortës. Morim fondon të gatshme. Unë kam 1 kilogram e fondon të kuqe dhe 1 kilogram e fondon të zezë. Mirë po, fondona e zezë nuk të shkoje tëra, kurse fondona e kuqe po. Tash i vendosim pak në mikrover që të qëndrojnë dhe më pas e kemi më lehtë që të bëjmë hapjen e tyre. Fondonin e kam largu nga mikrovalja, është zbutur mjaftueshëm. Kam vendosur kështu në hinë. E largoj pjesët e ngelura në hinë. Dhe marr pak dhe ngjeshi kështu, sikurse brumi. Shkon pak me vështirësi, mirë po do zbutet, do ja delni. Kam dhënë një fund të lëmuar, tash marr dhe hedhi një shiste në tavolinë, e vendosi fondonën dhe sipër fondonës përsëri hedhi një shiste dhe filloj që të bëj hapjen. Hapjen e bëj njëjtë sikurse brumi, siç bëhet hapja, mirë po pasi torta ime është në formë drejtkançe dhe fondonës ja japim formën e drejtkançit. Sjellim brumin her nga njëra anë, her nga tjetra, që të bëhet e rrash nga të dy anët. Dhe pak shkon me vështirësi, më pas do e keni më lehtë. Vetëm mundohem që trashësi fondonës që ja jap të njëjtë nga gjithë anët. Kam hapur fondonën në trashësi e dëshiruar. Është të trash mjaftueshëm. Kështu largojmë pak. Kështu. Marrim tortën.
Kështu me një kujdes të madhe e vendosim mbi torte. Duhem se t'ja jap një formë të lëmuar. Qofse keni një shpakull apo stafat që punohet për me fondant, do e keni më lehtë. E rashojmë kështu me dorë. Kështu pak nga sorët. E rafshojmë, si që ceka me shpakull apo stafat shumë lehtë e keni të veproni. Mundohen sa më të rrash ta bëj. Shumë e rëndësishme është që Nutella t'jetë e lëngshme. I foni isha për ngull dhe nuk pata mundësi që ta pres më gjatë. Që mos ngele. Kështu gruta, mi po nuk ka ngele shumë, nuk vërejtë. E rashoj dhe nga nësorët kështu. Morim një thik kështu me maje dhe i largojmë pjesët e panevojshme. Kështu në këtë mënyrë ja largojmë gjithë pjesët e panevojshme. Dhe gjithë anët ja largoj. Kam larguar qoshet nga gjithë anët. Tash kështu me maje thike shtypim qoshet. Dale më bukur. Tash kam marrë fondant të zezë dhe fondanën e zezë ja api kështu me anë të një shestës. Trashësi mund t'ja jepni sipas dëshirës. Kam hap fondanin në trashësinë e dëshiruar. Këtu kam një shqiponjë, cila është në një letër, e kam prerë kështu, ja kam largu gjithë letrën dhe kam lanë vetëm se formën e shqiponjës. Marr ujë dhe me brush e lagi kështu gjithë sipërfaqen e shqiponjës. Shumë pak. Dhe e vendosi mbi fondant që të ngjitet, që mos lëvizet gjatë prerjes. Morim një thik kështu me maje dhe fillojmë që fondanës t'ja japim formën e shqiponjës. Shumë shpejt bëhet. Në këtë mënyrë prerja. Kemi bërë prerjen, tash me shumë kujdes i largojmë pjesët cilat janë pa formë. Qofse është e nevojshme përsëri me anë të thikës ja japim formën. Largoj letrën. Dhe përsëri morim thikën dhe largojmë gjithë pjesët e panevojshme. Pasi ja kam dhënë fondanës formën e shqiponjës, marr brushën dhe shumë pak lagi kështu sipërfaqen e tortës. Dhe vendosi sipër. Uji ndihmon që të bëhet ngjitja.
shumë mirë ka dalë. Tash përsëri morim nga fondana e zezë dhe filloj që ta formoj kështu një pjesë të zgjatur. Formojmë 4 pjesë të zgjatura që t'ja vendosim rreth e përqartë tortës. Mund t'jepni çfarë do lloj formesh. Unë kështu me fondanën e zezë do ja jap, më mirë do der. Kështu me duar bëj forma të zgjata. Mjaftueshëm besoj. Marr me një piron apo një të tillë si kjo, kam një shpakull me forma dhe filloj që të bëj viza, që t'i dale forma më e bukur. Dhe nga gjitha anët veprojnë në mënyrën e njëjtë. Kam shënu dhe urime 28 nëntorin me anë të këtyre shkronjave të cilat janë apostapat për prerjen e fondanës. Ka dalë shumë bukur. Dhe torta është gati për konsumim. Ta ndajmë një pjesë dhe ta shihni se si ka dalë. Ja dhe si duket tortja, vërtet ka dalë shumë e mirë. Unë isha përngull, nëse doni ju që fondani të rri më fort, atëherë e leni në frigorifer për gjithë natën. Mirë po dhe kështu mund ta prejni ta konsumoni. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si përgatis tortë festive për ditën e flamurit. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Urime festa kombëtare, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.